Protesta e banorëve të fshatit Debresh për mungesën e ujit për pije ka marrë përgjigje të menjëhershme nga komuna e Gostivarit, e cila bën të ditur se tashmë janë ndërmarrë hapa konkret për zgjidhjen e problemit shumëvjeçar. Nga komuna theksojnë se tashmë janë zhvilluar disa takime me banorët dhe përfaqësues të shoqatave lokale dhe se punimet për ndërtimin e një linje të re të ujësjellësit kanë filluar, ndërsa paralelisht është planifikuar edhe rregullimi i burimit të ujit mbi fshatin Debresh me qëllim të rritjes së kapaciteteve dhe sigurimin e një furnizimi më të qëndrueshëm. Komuna e Gostivarit shpreh keqardhje për vështirësitë me furnizimin me ujë në një pjesë të fshatit Debresh, një problem që ka vazhduar me dekada. Gjatë këtij viti, banorët dhe përfaqësues të shoqatave lokale kanë zhvilluar 3 takime me kryetarin e komunës së Gostivarit dhe me ekspertët e ndërmarrjes komunale, ku janë shqyrtuar zgjidhjet konkrete për tejkalimin e kësaj problematike. Në këto takime është vendosur ndërtimi një linje të re të ujësjellësit, e cila do të shërbejë ekskluzivisht për banorët e Debreshit. Punimet për realizimin e këtij projekti tashmë kanë filluar dhe pritet që pas përfundimit të tyre të sigurohet një furnizim më i qëndrueshëm dhe më cilësor me ujë për banorët. Po ashtu është vendosur edhe përmirësimi dhe rregullimi i burimit të ujit mbi fshatin Debresh, një ndërhyrje që pritet të ndikojë dukshëm në rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e furnizimit me ujë. Komuna e Gostivarit më shumë se asnjëherë më parë ka treguar vullnet dhe përkushtim për zgjidhjen e këtij problemi shumëvjeçar, prandaj i lusim banorët për mirëkuptim dhe durim gjatë periudhës së realizimit të punimeve deri në zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështjeje, thuhet në njoftimin e komunës.